Mbi një kodër të thyrë, ku pemët e zhveshura ngjanin si gishtërinj të ngrirë që gërvishnin qiellin, qëndronte një vilë e rënuar. Brenda saj, një burr i dëshpëruar gjeti një orë muri prej bronzi që nuk rrite me sekonda, por me rrahje zemre. Kur akrepat u kthyen mbrapsht dhe goditën orën 13, muret filluan të lotojnë një lëng të zi e të trash. Nga dyshemeja e kalbur u ngrit një figurë pa fytyrë, e veshur me lecka që mbanin erë dhe u e vdekje. Nuk kishte sy, por ai e ndjente vështrimin e saj që i depërtonte deri në palc. Figura nxori një tingull si gërhitje dhe i zgjati një letër të bërë nga lëkura, e cila ende dridhej sikur të ishte e gjallë. Pse nuk po prehesh në paqe, bërtiti ai, duke u zbythur deri në këndin e errët të dhomës. Hija u afrua me hapa të heshtur, duke lënë gjurmë të djegura mbi parket. Kur ai e mori letrën, dora e tij u mpi dhe thonjt i u nxin menjëherë. Brenda nuk kishte shkronja, por një pasqyrë të vogël ku ai nuk pa fytyrën e tij, por veten duke u kalbur brenda një arkivoli. Në atë moment, ora ndaloi. Hija hapi gojën e saj të pafundme dhe thiti dritën e fundit të dhomës, duke e lënë atë të mbyllur në një errësirë ku as britma nuk dëgjohej më.